Në rastin më të mirë, disa shtete kanë mbështetur deklaratën për paqe dhe prosperitet qëndrueshëm, një gest kalimtar. Plani i paqes i Trumpit ju paraqit vendeve arabe dhe muslimane për të shpërqendruar vëmendjen nga valët e mbështetjes globale për shtetin palestines, shkruan Sash. Ky plan amerikan është hartuar për të frenuar atë momentum, duke lejuar Izraelit të vazhdoj aneksimin de facto të bregut perëndimor dhe bombardimet e pandërprera në Gaza, si dhe kufizimin e ndihmave emergjente nën pretekstin e sigurisë. Ambicjet e Izraelit janë të zhdukin çdo mundësi për shtet palestines, siç e deklaroi haptazi kryeministri Benjamin Netanyahu në OKB në shtator. Deri më tani, Trump dhe bashkëpunëtorët e tij nuk kanë bërë gjë tjetër veç se të avancojnë agjendën e Netanyahut, vlerëson Sash. Plani Trumpit tashmë po shpërbëhet njësoj si marrëveshjet e Oslos, samiti i Camp Davidit dhe çdo proces tjetër paqeje që e trajtoi shtetin palestinez si një aspirat të largët e jo si zgjidhjen e konfliktit. Nëse Trumpi dëshiron vërtet të jap fund luftës, diçka për cilën ka shumë dyshyme, ai do duhet të shkëputet nga Big Tech dhe kompleksi ushtarako-industrial. Që nga tetori i vitit 2023, SBA ka shpenzuar $21.7 miliard në ndihmë ushtarake për Izraelin, shumica e së cilës kthehet përsëri në Silicon Valley.